me rrugën gjyqësore apo arbitrazhet, midis tyre pa patur asnjë implikacion për shtetin dhe takspaguesit, vendos të bëhet palë të prish kontratën me Pacollin. Prishja e kontratës me Pacollin nxjerr Edi Ramën dhe lubin e tij lakuriq para shqiptarëve se ato janë aksionerë. Se Edi Rama dhe Lubia, të cilët ndërhyjnë në sherrin, në grinjen, në diskordancat midis dy partnerëve privat, dëshmojnë se partneri privat i tretë i vërtet janë ata të dy. Dhe mbi këtë bazë merr përsipër aktin e pashembull të prishjes së kontratës me koncesionarin. Në një kohë kur koncesionari është i gatshëm ta përfundojë aeroportin në kohën e duhur dhe ta vërë në funksion. Me këtë akt, Edi Rama vetëm se zbulon veten e tij. Se ato aksione 40% të turkut, të kompanisë turke, ato janë për Ballukun, për Ramën dhe Ballukun.